Badmintoni, një sport ndërkombëtar që po zhvillohet gjithnjë më shumë edhe në Kosovë. Në Gjakova është bërë pjesë e jetës sportive që nga viti 2021. Klubi i badmintonit Vllaznimi vazhdon të presë fëmijë të rinj që kanë dëshirë dhe talent për këtë sport. Trajnerja e këtij klubi, Shpresa Haxhiu Berisha, theksoi se megjithëse badmintoni është ende i ri në vendin tonë, ata po punojnë me shumë përkushtim për ta promovuar dhe zhvilluar me sukses. Në komunën tonë, klubi i badmintonit Vllaznimi është në zhvillim e sipër. Do të tregoj se edhe herave tjera që ky sport është i ri, jo vetëm në komunën tonë, po edhe në Kosovë, po shpresojmë që të ardhmen, nëse punojmë, do të arrijmë qëllimet tona dhe rezultate normal. Nuk do të na mungojnë. Gjatë vitit kemi pasur shumë rezultate të mira në nivel të Republikës së Kosovës, kemi përfaqësuar Kosovën, Turqinë, Bullgarinë në gara olimpike në Shkup, shtoi Berisha Haxhiu. Së fundmi, përgjatë gjithë vitit, domethënë kemi pas rezultate dhe kemi treguar rezultate si klub i badmintonit në nivel republikan, nivel të Republikës Kosovës. Domethënë kemi përfaqësuar Kosovën, Turqinë, Bullgari në garat olimpike e Jofi 2025 në Shkup, ku pjesëmarrës ka qenë lojtarja jonë Tringa Ibraj, po ashtu kemi qenë edhe pjesëmarrës në Portugali, do të thotë para 3 ditëve se jemi kthy prej Portugalisë. Ena Cakaj, si një re në këtë sport, tregoi se sa me dëshirë ka zgjedhur të bëhet lojtare e klubit badmintonit Vllaznimi. Si fillim, nuk jam kon fort e njohshme me këtë sport, por shoqënia më ka kallëzuar këtë sport. Më ka dhënë shumë sport interesant. Kom him fillim edhe pse jam këtu që 2 muaj më të mira që jam kon, se jam shumë aktive me sport. Sporti më i mirë sipas mendimit tim. Më ashtu 2 muajve kam shkuar 2 herë në gara, edhe pse nuk e kam fituar vendin e parë, e kam fituar tretin. Gjithashtu jam kon shumë e kënaqur se fillimi dhe shpresoj që kam arritje më të mëdha. Ndërkohë Tringa Ibraj dhe Kamelia Gola, gjithashtu lojtare të klubit, ndan përvojat e tyre dhe folën për arritjet që kanë pasur gjatë këtyre viteve në badminton. Sporti i badmintonit është një sport shumë atraktiv i cili ta zhvillon dy disiplinën, kondicionin. Është një sport shumë i mirë i cili më ka ndihmuar në shumë aspekte të jetës. Prej tij unë kam arritur të përfaqësoj Kosovën në EJOF, gara olimpike, në Portugali, në Bullgari, Turqi, e plot shtete tjera ku kam treguar rezultat duke bazuar në punën time edhe në punën që ka bërë trajnerja bashkë me mua. Unë e kam zgjedhur këtë sport, badmintonin, që quhet, sepse nuk përdoret dhunë si sporte tjera, basketbolli, futbolli, dhe sepse duhesh të luash me mençuri dhe me taktika të ndryshme. Unë tek të gjitha garat brenda Kosovës e falenderoj shumë trajnerën time, Shpresa, që për shkak të saj dhe për mundin tim që kam ushtruar dhe që mi ka mësuar teknika të ndryshme, unë kam arritur të fitoj të gjitha vendet e para të Kosovës. Klubi Vllaznimi me trajnerën Shpresa Haxhiu Berisha dhe të rinj të talentuar që përfaqësojnë, po bën Gjakovën një qendër të rëndësishme të badmintonit në Kosovë, duke frymëzuar gjithnjë më shumë të rinj të ndjekin këtë rrugë sportive.